Përshëndetje për krejt juve të dashur dëgjues dhe njëkohësisht shikues, sepse na gjeni edhe në Facebook dhe në Instagram. Po vazhdoni të jeni me programin e vitit të ri dhe uroj që po kaloni mirë. Ndërkaq, tashmë, siç po i shihni, i kam edhe dy të ftuar në studio. Është Andra Rexhepi, këngëtare. Mirë se erdhe, Andra. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Dhe e kemi Angel Bjaku, i cili është gitarist. Angel, mirë se erdhe. Faleminderit shumë, mirë se u gjatë. Sa e kuptova, Angel është për herën e dytë në Radio Kosovë. Po. Kam qenë edhe në herën e kalume në emisionin për vitin e ri. Kemi qenë me Bekim Këpuskën, u ka një projekt, një album që kemi ba vitin 2024 edhe si përfundim e kemi përmbyll me intervistën të ju. Angel, po besoj që ke kalu mirë me që kjo ardhë dhe herën e dytë, a? Patjetër. Më vjen mirë. Po e nisim intervistën me Andrën. Andra Rexhepi, e cila është një vajzë e re, një këngëtare jashtëzakonshme me një talent, e cila po ashtu është edhe pjesë e Filharmonisë së Kosovës, është pjesë e korit të Filharmonisë së Kosovës. Ma e reja, sa e kuptova është ma e reja në këtë institucion, në institucionin më të lartë të muzikës në vend. Si të kam pritë dhe si po kalon, Andra? Perfekt, vetë fakti që halojëm aty, menaj që është që shkan mirë edhe unë tashmë jam që një 2 vjetë, po tash fakt nuk jam më e reja. Jo, tash i kom bo 2 vjetë. Mirë. Mirë, super. Mirë, do me thonë, Andra është ajo këngëtarja që e gjeni edhe të muzika klasike, por edhe të muzika moderne. Po mes këtyre dyjave, cila peshon pak më shumë të Andra? Unë menoj që mu zemra më flen të muzika moderne, fakt që ato dhe në fillim kom dash me studiu, po shkaku që edhe këtu nuk ka shumë mundësi, tani edhe pak rifarmiri jam detyru me shku muzikën klasike, po fakt më ka bërë shumë mirë, se tash edhe shumë e du edhe muzikën klasike. Tash edhe më flen, po, fix. Mirë, Andra, për ndryshe, je dhe ajo qika virale TikTokut, një këngë spanjolesht, so e pam, kështu që për gjithë dëgjuesit tonë edhe shikuesit njëkohësisht tregona si u gjende edhe u bëre virale në TikTok. Pash, Monato Pahire kom dëgju në Instagram këngëtarën edhe veç kom vendos me e bo si cover, nuk u kanë diçka që edhe në fakt më kanë dëgju Ram Lahaj, nuk e di as veç qysh i ka shku videoja, po edhe më ka ftu me këndu me një vend Stepi Adara këtu në Prishtinë edhe prej që asaj u bo ma shumë virale, ku shumë i ka bëqy njerëzve, edhe në fakt veç që kom postu, menoj që sene spontane që ato bon ma shumë virale, se kur e menon shumë nuk dhis. Jo, bash. Mirë, Andra, a janë, apo ju ndihmojnë këngëtarëve të ri platformat, si që janë Facebooku, Instagrami, TikToku, për me dalë në sipërfaqe dhe për me ju njoft publiku më shumë? Fix, po, ta shumë ka ndryshu, shumë, se për shembull në kohën atëherë mamati o kanë me bo një spot, me bo me lansu një këngë, po tash ma nuk menoj që është ashtu, ma shumë më kanë ma spontane, ma e lirë me publikun, me postu video edhe shumë rrjetet sociale ndihmojnë, po edhe kjo është e vështirë. Edhe kjo. A i bjen kjo që edhe shpenzoni mas një ma pak? Jo ka shumë për videoklip, por me një video ndërsa të shkurt TikTok. Me një video diçka spontane dhe perfekt dhe. Pëlqen. Mirë, po për Angel, si ka qenë viti 2025 për ty? Si gitarist, si një djalë i ri që po bën muzikë? Po, për mu, viti 2025, muna me thonë lirë shumë që prej kitë periodës pe që kom fillu mu merë me gitarë se me muzikë, ka qenë viti me mas shumë të angazhime, pjesëtari 3 bendeve, mandej 3 bendeve që janë aktive në konstant, performancat vetë me këngëtarë që janë, ka qenë një viti angazhumë. Angel, je i ri në mosh, por për ata dëgjues e po ashtu edhe që na përcjellin edhe në për rrjetet tona sociale, a ka vend në muzikë, në Kosovë, në kulturë, në përgjithësi për trit që e dëshirojnë qoftë një instrument, qoftë që të bënë këngëtar, a ka vend edhe a duhet përkraje prej dikujt që është pak më i famshëm? Kuptohet që të çdo profesion janë vështirësitë se cilës lami, muzika i ka pak do vështirësi pak më të mëdha, mendoj që ka shumë talent, ka shumë kapacitet, po ashtu ka edhe vende duhuna ku mundesh mu shpreh talentin tën, kështu që vetëm një mesazh nëse më takon me thonë për këtë që
duhet një konsistencë shumë e madhe se muzika e don që ato ushtrimet, për ndryshe pjesa tjetër është ketë në rregull. Paktën me mu që ka ndodhë, kemi një gjenerat muzikantave që mundesh me mësu shumë për tyne, edhe besoj që ka me ka në lidhje edhe për ta. Kështu që edhe ti e ke pas fatin e mirë, edhe të tash mirë. Mirë, po vjen mirë Angel për ty. Por i kthehem te Andra. Andra, si e përshkruan stilin tënd muzikor? Po, Hezbollah nuk e di, mu gjithçka m'pëlqen, nëse është e Ku mirë. të shkon Andra, ose cilin do zhanër e këndon pa problem? Po menoj që unë jam ma shumë e kohën shkoj abden. Ma shumë gjithçka me trend m'doket edhe unë mësa ta. S'është që jam një tip ma old soul a diçka, jo, po pëlqen çdo sa që krijohet abden edhe I jam këndon proces gjitha zhanret. po. Se kite lo, edhe popullori që tash mi anis, Po jo, se knaj. ajo. Nëse kanë popullore të vjetra janë të bukura. Po, Pse jo bash. Mirë, ne, unë po ja u lë këtë skenën tonë në RTK Radio, por po du me ju pyet çka po na këndoni fillimisht? Na kemi vendos me i knu edhe disa këngë ma festive, mas që është fundi i vitit, disa këngë shqip edhe anglisht, po e kam veç një këngë spanjollisht, kështu që me çata po mënoj me ja fillu. Okej, mirë. Skena për Andrën edhe për Angelin. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte la última vez. Quiero tenerte muy cerca, mira en tus ojos, ver junto a mí. Quién sabe, tal vez mañana ya es muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte la última vez. Que tengo miedo perderte la última vez. Edehoniam kalbës më mbajnë, po më mundon një dashuri, tash për çdo natë piraki edhe ven, gjithkon që e helmon, por mu po më ndryshon. Ti mundesh me më shpëtu, të lutem më ndihmo, se jetën ma helmoj ky sharap, çdo gotë po të shot për qafue me të, si s'pate pak më shirë, me mlo në koma të mirë, kur gjitha ty t'i dhash, prej ka kjo pabesi, se puthjet haram mi ke bo.
thash për çdo natë piraki edhe ven, gjithkohë që e helmon, por mu po më ndëshkon, ti mundesh me shpëtu, të lutem më ndihmo, se jetën ma helmoj ky sharap, çdo kot po t'shoh për qafue me të, si spate pak më shirë, me mlanë në komat mirë, kur gjitha ty t'i dash, prej ka kjo pa besi, se puthjet haram i ke bo, edhe unë jo, ka bës më mba. Mirë, jemi rikthy prapë bashkë pasi e dëgjuam edhe interpretimin fantastik të Andrës dhe në gitar që po na përcjell Angeli. Duhet me përgëzu, sinqerisht duhet me përgëzu Andrën për vokalin e saj. Jo më ka tje në Filharmoninë e Kosovës. Kështu që po më bëhet shefi për ty. Po për Andrën, si ka qenë viti 2025? Për mua kanë pak më ndryshe, fakt që tha edhe Angeli më herët konsistenca, po unë qëta nuk e kom pas. Këtë vit edhe kom pas veç shkaku që unë e kom dasht, edhe që jam mes dy botave, muzik moderne, muzik klasike, kom vendosur që nashta ma shumë mirë për kushtu unionës, edhe këtë vit vish kom punu me vetën, edhe mënoj që në vitin 2026 me pru shumë senet mira. Mirë, këtë vit a ke pas ndonjë këngë të ndën? Në vitin 2025? Jo, për sa të bu thamë, më kanë pak një vit më i komplikum, po super tash. Po 2026 ma fuqishëm. Kom punu ama. Mirë, Andra, unë po shpresoj shumë që kam ju shku mirë edhe viti 2026 edhe, po unë so e di, keni pas pjesëmarrje kogja shumë në jashtë Kosovës me Filharmoninë dhe për vende të ndryshme të botës keni udhëtuar me Filharmoninë e Kosovës. Si ju kam pritë dhe si po ju shohin? Perfekt. Filharmonia e Kosovës shumë vlerësohet, edhe sidomos menoj jashtë është edhe shumë, në fakt, në kulturë kanë muzikën klasike, edhe shumë ma shumë vlerësohet. Po, unë në fakt... plota, po? Plot. Po edhe këtu janë tash plot, menoj që kanë ndryshu shumë, dhe nuk është si që nuk e kanë dëgju muzikën klasike, tash kanë ndryshu shumë ma shumë. Ama edhe një sen kësha dash me cikë që kom kënu në festivalin e këngës. Aty jam ka si soliste dhe menoj se që ajo kanë është ta highlight i vitit tem. Se kom përjetu me shumë njerëz dhe o kanë diqka për herë të parë bile një shok, më tha, më nëshme përbalua. Thash po njëm blind për sa të. Unë e mëj me përbalu. Na vjen mirë, sepse e të kemi pa dhe që ke qenë pjesë e festivalit të këngës në RTK. Por, hajtë, përshkruna pak tash. Po, pash në RTK. Po, pash në RTK. Sepse s'na ki pa, po kemi si në prabas skenë. Po, bash. Andra, përshkruna pak emocionet edhe atë skenën e madhe që ke dalë në festivalin e këngës. Po, qyshe thash, në fakt, menoj që ka njerë ma shumë kom stres në diçka që nuk më flen shumë se sa që ta, te festivali këngës jam një tej për mirë, ekstrem, bile veç dhe isha me dalje dhe një të regu që ja të regu kapacitetet e mija. Me zëtëruat s'ke gjikante, që na bët shefi. Po për Angelin, ke pas ndonjë pjesëmarrje që duhet veçuar për vitin 2025, po ndonjë koncert me ato 3 bendet që ti je pjesë e tyre? Okej, një nga prej performanca lidhet me 2 sene që shkojnë pjesë RTK-s, edhe me një nga prej bendit, në vitin e kaluar, do me thonë edicionin e 3, kam qenë si producent edhe i kom shkru gitarat për këngën fituese të Endritit, Flas me Gjethën, edhe po ashtu një pjesë e bendit të Beko and Friends. Ajo është ka një nga prej performancave dhe prej sukseseve pak më të mëdha që i kemi pas në atë vit. Për ndryshe, tash jemi të punu edhe në 2 albume me 2 bendet që janë bendet e tjera, po shpresoj që gjatë vitit që vjen kemi me finalizu 2-at, edhe kështu performancave. Mu vish po më bëhet shefi që te 2-3 jeni dhe keni qenë pjesë e festivalit të këngës në RTK. Po pra, në cilin do vit, po mirë, me që jemi këto nuk guxoj pa të pyet. Po për 2026, na kisim plan me qenë pjesë e festivalit. Po valla, shumë kanë thonë që nashta vitin që po vjen me kanë si garuse, pse jo edhe nëse shkon për Eurovision.
Edhe më mirë. Kështu që me dalë prapë në atë skenën e madhe. Mirë, dirisa të shkojmë atje te skena e madhe në 2026, çfarë tash po na këndoni? Andra, Angel. Tash po I këndojmë edhe këngë që Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to say
save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Është fest, është vit i ri dhe po besoj dhe po uroj që jeni duke kaluar mirë, po kënaqeni me muzikën që po na sjellin, me zërin fantastik të Andrës, edhe me Angelin në gitarë që është duke na shoqëruar. Unë po i shoh edhe kolegët e mi ande që janë duke shijuar maksimalisht muzikën që po na sjell Andra, por Andra, unë kisha deshtë më të pyet tashmë jemi në Prag, jemi në 2026 pothuajse. A do të kishe pas dëshirë që ta kish ndonjë bashkëpunim, ndonjë duet me ndonjë artist? Po, pse jo? Jam shumë për shembull, open për bashkëpunim. le të na dëgjojnë e ndoshta ta bëjmë ftesë. Edhe në intervistën e kaluar kom përmend që shumë thonë që më përngjan zoni me Dafina Zeqirin, kështu që nashta më na i shkon interesant. Pse jo Dafi nëse po dëgjon, na shikon, ja ku e ke Andrën. A është prej artisteve shqiptare, është Dafina ajo që të pëlqen më shumë ti apo ke edhe dikë tjetër? Po, në fakt Dafina më pëlqen më shumë ti edhe më pëlqen edhe personaliteti i saj. Po pse jo nashta kisha dashur me artista të ri. Unë jam shumë ma open fakt për sene me bu me artista të ri, me producenta të ri, avden, që nashta edhe na me ju tregu që edhe na mujnë. Nuk është gjithë. Angeli ndonjë a do të mishtu bendet? Angeli me... Angeli. Okej, ata është bashkë. Vazhdimisht. Po shpresoj që I mbajt ato 3 bende pose, po edhe të tjerë. Po shpresoj edhe besoj që kanë mështu bendet ma shumë. Mirë. Andra më të pyet këndimi live më i mirë apo playback? Me këndu ma mirë live për ty apo për mu? Për ty? Për mu në është live, po edhe playback është mirë. Edhe playback është mirë. Po, se po nuk më ka ra kur me kënu playback, shtu që nuk e di. Mos me praktiku, po vazhdo të thjesht e live-i. Mirë, une do të kisha pas dëshirë që të marrë edhe një urim nga ju të dy për gjithë dëgjuesit tonë, për shikuesit që i kemi në për rrjete sociale, por në përgjithësi edhe për gjithë shqiptarët për vitin 2026. Une veç po du m'ja uru krejt dhe vitin e ri, edhe shpresoj që çdo vit ka me qenë ma i mirë se i kalumi, edhe du me përshëndet familjen tem edhe mi tregu që ju du shumë edhe faleminderit për krajen që ma marrë gjithë. Ndërkaq Angeli? Po, pikë së pare ju uroj gjithë secilit shëndetin me pas, punë sa ma shumë, muzikantat mos më dërzojnë, edhe kjo. Me vazhdojtutje. Mirë, se instrumentistët janë me më pak fjasin. Une po ju falenderoj shumë të dyve për këtë intervistë jashtëzakonshme, edhe që keni ardhur na keni nderu me prezencën e juaj në këto net festive që ne i kemi, duke ju dëshiruar shumë vitin 2026, keni shëndet, por edhe sa më shumë punë, sa më shumë koncerte, Andra, sa më shumë të udhtoj edhe jashtë vendit, qoftë me filharmoni apo me koncertet tua, pse jo dhe bashkëpunimi me Dafinën, la të presim pastaj edhe për intervistat të tjera. Gjithat mirat ja dëshiroj edhe Angelit edhe krejt atyre trive që po mundohen sa edhe në kushtet vështira sfiduese me sjell diçka të mirë për publikun shqiptar. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Faleminderit Vesa shumë. A thu është malet pa dhimbje, a thu ma bukur palota, a thu ti ke me u kthye, ne pra me qene të dy, a thu është fati i tilla,
A thu gjithmonja me vujtje, a thu ti do të më kthehesh, dhe pra me qene të dy. Çdo që po kalon në jetë, atëherë dhe dielli kur t'lind, pas diellit prapshi do t'ketë, kështu ashtu me vërtet. Çdo që po kalon në jetë, atëherë dhe dielli kur t'lind, pas diellit prapshi do t'ketë, kështu ashtu me vërtet. Malet pa dhimbje, a thu ma bukur pa lotë, a thu ti ke me u kthye, dhe pra me qene të dy. Çdo që po kalon në jetë, atëherë dhe dielli kur t'lind, pas diellit prapshi do t'ketë, kështu ashtu me vërtet. Çdo që po kalon në jetë, atëherë dhe dielli kur t'lind, pas diellit prapshi do t'ketë, kështu ashtu me vërtet. Jam të mirë, moje bukur avashë, unë do vdes, tashën hijeven të largt. Më vjen keq, pasho që nuk u pomë, dhe pam gambes, pash na duhet me undo. Por besoj se netët nuk në janë haru, t'përqafum që i kemi kalu. Lam të mirë, moj sy zeza e ime, s'të haroj, do më jesh në kujtime. Besoj se netët nuk na janë haru, t'përqafum që i kemi kalu. Lam të mirë, moj sy zeza e ime, s'të haroj, do